që kjo javë do t'jetë premtuese. Po, vërtet. Por unë ju them që ju nuk duhet na besoni ne asnjërin 100%, ato që themi pryjet e horoskopin, se në gjërat e tjera mund të kemi disi informacion. Unë mendova që Alva ka ndonjë pyetje që i intereson. Kam shumë pyetje. Pasi shumë pyetje. Prezantojmë të ftuar. Pra, Meri Gjiri Venenu. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Shikimin më njanë sot do i përgjigjemi vetëm. Jo, nuk ja bëjmë publik. Kënaqësi që të doni, unë kam ardhur kështu gjithë energji sot. Shumë shije dhe klasë. Shumë bukur. Në fakt, ngjyrat e qiellit janë të tilla që nuk pranohet e zeza, por nuk e di pse ndihesh akomode që në pikë mëngjesit me të zezën. Për sa kohë ti? Se ngjyrat e qiellit, zgjodha që të jem pak kështu, si ndjem vet. Çfarë ndodh me? Në fakt, kjo javë nuk e di nëse do të premtuese nga pjesa e punëve, duke qenë që nisi me Marsin mbi Mërkur në të kundërt përsëri, diferenca ndërmjet tyre është shumë në gradë shumë të vogla, që do të thotë ndoshta nuk është prioritet puna ose ka një lloj ritmi të ngadalë çështjet e punës në përgjithësi, por kemi dy vendosje të rëndësishme të cilat do të ndikojnë drejt për drejt si tek individët edhe tek masa. Kemi një hyrje shumë bukur në fakt të diellit me Uranin që duket sikur edhe më skeptikët duket se nëse do të kuptoni se çfarë është bashkimi, do të pranonin atë pjesën e faktorit X në qiell, që mund ta quajmë Zot, mund ta quajmë t'i vëmë çfarë do lloj emri, pra ka një lloj bashkimi në trekëndësh të plotë të diellit me Uranin që lidhen ateistë, paganë dhe fetar lidhen të gjithë bashkë. Kështu që java i përket pikërisht këtij bashkimi. Dhënë të Zotit dhe kthjellohemi mjaftueshëm aq sa për ta dashur humanin më shumë, ose aq sa për ta respektuar jetën sa ç'duhet. Ndërsa hyrja tjetër që është shumë komode në fakt, por është lidhet drejt për drejt me individin ose me jetën personale të gjithë secilit, duket sikur Venusi në këtë hyrje kaq të bukur që bën me Jupiterin, pavarësisht se është në hyrje katërkëndore, por kemi Jupiter në të drejtë e gafolja dhe një Venus të dashi, që bën të mundur që të paktën dëshira për të nxjerrë më të mirën dhe për të dhënë më të mirën tek njerëzit që kemi në territoret ku do ta gjejmë veten, do të jetë e pranishme. Pra do duam që të tregojmë maksimumin e dashurisë apo të mirësjelljes apo të etikës me të gjithë, pavarësisht se çfarë ambienti do të zgjedhim që të kalojë java. Dhe java nis me këtë hënën në humbje tek ujorët, do të gradualisht do të shkojmë më drejt të enjtes në të gdhirë se shumë pak pas mesnate, nisja e hënës së re tek peshqit dhe me Marsin tek peshqit, kështu që në shërbim të njerëzimit, në shërbim të emocioneve, në shërbim të rregullimit të raporteve njerëzore, pra e tillë është si atmosferë. Kthehet edhe Mërkuri në të drejtë ditën e enjte, kështu që gradualisht, avash avash, do të mundemi të shijojmë pak qetësi në mendime, por dhe në planifikim, duke qenë që po drejt fundit të kësaj jave do të dali dhe hyrja e fortë që na ka trazuar ujërat e shpirtit të Saturnit me Plutonin, për sa i përket të zhurmave mbi luftrat në përgjithësi, dhe do të fillojë avash avash të kthjellohen disa nga pikat e luftrave, sepse duket sikur këto situata që ndodhin duket sikur u shpërndarë si fare hithrës, themi në andej nga jugu. Kështu që kam nga 5 dhjetorit deri përpara dy javësh, duket sikur morën si për inerci të njëra tjetrës. Do fillojnë të mblidhen, të kuren dhe të dominojnë logjika në situatat. Ky është një lajm shumë i mirë në fakt, të paktën që njerëzit të fillojnë të projektojnë qofte dhe afat mesëm, jo afat gjatë në fakt, afat mesëm të projektojnë pak më qetë dhe pak më qartë e surinë e tyre. Pra është një javë që i përket shpirtit, i përket dashurisë, i përket familjes, jo punëve të mëdhaja në jashtë të shtëpie, po punëve të mëdhaja brenda shtëpie. Disa mund të kenë edhe propozime shumë të mira. Bukur. Konkretisht për shenjën e dashit, duke qenë që Venusin e kanë tek vetja në këtë hyrje të fortë dhe të rëndësishme me Jupiterin, lumë si ata që i përkasin shenjës së dashit, që janë të lindur në qendër, e kanë të gjithë mundësinë që të zhvillojnë atë çfarë duan ata më shumë.
Mund të jetë çështje personale, mund të jetë çështje ekonomie, mund të jetë çështje pagesash, mund të jetë çështje pritshmërisë, po e sigurt është që do ta shijojnë në këtë hyrje kaq të fortë dhe kaq të bukur. Pak shumë pak kujdes të lindurit në ditët e para nëse bëjnë lëvizje të mëdha, sepse e kemi thënë që nuk është momenti akoma për rizgje. Do të vi marsi tek dashi shumë shpejt në fillimet e prillit dhe do të kenë mundësira shumë më të mira për të treguar dhe inteligjencën dhe kapacitetin, por njëkohësisht edhe aftësitë e tyre për se çfarë vlejnë apo se çfarë duan të arrijnë në pjesën e punës. Pra, lëvizjet e mëdha që fshejnë risk ekonomikisht nuk e kanë akoma momentin, pavarësisht ndjesisë optimiste që mund të kenë brenda vetes së tyre. Vim tek demat, Urani është tek ata në 28 gradë pak minuta, dielli do të jetë në mesjavë në 28 gradë pak minuta, gjë që do të thotë trekëndësh i plot në mesin e javës, për të demat në përgjithësi që do të kenë minimalisht një shije më pozitive, më optimiste, por do të ndikojë drejt për drejt të lindurit në ditët e fundit të shenjës. Është e pamundur që të mos kenë lajme që të japin buzëqeshje të vërtetë të mëdha, ose për disa në varësi të hartës së tyre personale mund të ketë dhe lajme fantastike që mund të ndryshojnë shumë ecurin për mirë, ecurin e jetës së tyre. Ndërsa të tjerët do të mund të përpiqen nëse kanë hapësira në agjendën e tyre që të mbyllin detyrime ekonomike, sepse Venusi me Jupiterin i ndihmon ata për të zgjidhur ose për të hequr nga vetja pagesa në përgjithësi. Ndërsa përsa i përket çështjeve të tjera, duket sikur është një javë më e relaksuar, më e qetë dhe nuk i ka ato tensionet që kanë qenë të pranishëm minimalisht deri në mesin e javës që kalon. Bukur. Kalojmë te binjakët, një javë që duket sikur humori i tyre ose mendimet e tyre ose agjenda e tyre vërdalloset rreth i qark pushimit, pra kanë një tendencë që duan të pushojnë ose të distancohen nga detyrimet e të përditshmes. Dhe në fakt, ky Uran që prek në fakt të lindurit në ditët e para dhe ditët e fundit tek demat, është sikur mbyll një periudhë jo në ritmin apo pritshmëritë e tyre apo për disa dhe të vështirë për të hapur një cikël të ri për binjakët, në të cilën do të jetë ritmi shumë i përshpejtuar. Kështu që është pak ajo paqja që është përpara vrapit, pra dhe mund ta shijojnë si të tillë dhe mund të bëjnë gjëra të vogla, të cilat janë të pashmangshme. Megjithatë, vendosja e Venusit tek dashi nuk i lë indiferent ndaj ngjyrave të bukura të cilat ose do të vinë ose do t'i kërkojnë, por e sigurt është që shija e mbrëmjeve do të jetë buzëqeshja. Bukur. Kalojmë te Gaforia. Gaforia, çdo ndodh me Gaforia. Ky Jupiter është te Gaforia në këtë hyrje të fortë me Venusin, shumë të privilegjuar të lindurit në qendër nga data 5-6 e korikut deri në datën 12 të gushtit, kështu që pjesa më e madhe e tyre janë duke planifikuar lëvizje të forta, lëvizje të mëdha, lëvizje të rëndësishme dhe mirë do bëjnë se në çfarëdo lloj mendimi pasigurie që mund ta fusin veten, sa do të pasigurt që të ndihen, jam e sigurt që lëvizjet që përkasin gjërave që i duan për nesër, për pas nesër dhe për gjithmonë e kanë momentin e tyre. Shumë pak kujdes me çështje të fizikut të tyre, të lindurit vetëm në 3-4 ditën e parë, përsa kohë Saturni është në katërkëndësh me ta në 3 gradë, shëndet në këtë hyrje jo shumë miqësore ose jo shumë të thjesht me Plutonin tek ujorët, që edhe kjo nuk është një hyrje shumë komode për Gaforen. Por kjo më thuaj. Bëjmë vetëm një serim të vogël, pra 5-6 deri në 12 korrik, jo 12 gusht, se 12 gusht është Luan, në shenjë tjetër fare. Që të servojmë publikun. 5-6 korrik, thash, deri në datën 12 të gushtit. Okej, edhe Luani të më thënë. Pikërisht, sepse prek të gjitha të periudhë, pra prek nga data 5 e korrikut deri në datën 12 të muajit gusht. I prek të gjithë për lëvizje që kanë të bëjnë me shpinë, me pronat, me dokumentat, me certifikime, me çështje ligjore që kanë ngelur prej kohësh, pra i prek në çështje të mëdha, pra në çështje jo të tanishme, jo çështje të vogla. Dhe prek dhe Luani deri të lindurin datën 12. Po do ta theksoja përsëri dhe tek Luani. Okej. Faleminderit për
për sqarimin. Tani do kalojmë tek Luani. Ashtu sikurse edhe e bërëm paratezën, do të privilegjohen për çështje të mëdhaja. Edhe Luani që ka lindur pothuajse në deri nga data 12 gush i bie 10 ditë i parë dhe 10 ditë i dytë. Të lindurit në pjesën tjetër me këtë uran që duke sikur nuk është komod, mund të kenë të papritura që duke sikur që orientojnë agjende për momentin, por jam e sigurt që në fund do të rezultojnë jashtëzakonisht shumë të mira. Dhe kjo do të thotë që ndryshimi i agjendës për të lindurit në 10 ditën e fundit të luanëve mund të shënojë një periudhë në cila do të jetë, duke qenë që presin një cikël shumë të fortë dhe shumë të rëndësishëm në vazhdimsi, kjo periudhë për sa kohë dielli është në fundin e ciklit të vet për të rinisur ciklin e ri kur të shkojë tek dashi, duket sikur do të jetë si pauzë ose si periudhë që do shënojë, do u duket sikur do humbasin ato çfarë njohin. Në të vërtet është komplet e kundërta. Do të mbyllin çfarë njohin dhe që janë e zauruar për të hapur rrugën e gjërave të reja, për të nisur zyrtarisht të 2026. Po flas për të lindurit në fund, sepse të lindurit në pjesën e parë, fare të parën, duke qenë që Plutoni është ballë përballë atyre. Në trekëndësh me Saturnin do të duhet shumë pak kohë akoma për organizime të shpejta të lëvizjeve të mëdhaja. Në shërbim të karrierës të tyre, të emrit të tyre, ose dhe të pushtetit të tyre për ata që kanë ambicie të tilla. Pra të lindurit nga dita e parë e shenjës deri në ditën e 3 apo ditën e 4 të shenjës. Bukur, ikim bashk. Kalojmë tek Virgjëresha. Virgjëresha. Kanë marsin përballë shumë afër çështje minutash që ndanë me Merkuri retrograd. Do të ishte mirë të paktën për 1-2 ditë akoma ose mbas 1-2 ditësh të fillonin të mendonin lëvizjet e mëdhaja. Sot le t'i japin ditës një ritëm pak më të qetë, pak më të paqët, duke qenë që dhe kjo hënë në humbje nuk është se ndihmon intuitën tuaj, përkundrazi, bën konfuz mendimet duke qenë që vinë shumë mendime në të njëjtën kohë. Ndërsa për sa i përket hyrjes tjetër shumë të fortë, Venusi në një familje shumë të rëndësishme për vendime të rëndësishme jetike. Kur unë përdor shprehjen jetike janë për vendime jete, për vendime që i duam për gjithmonë ose të përhershme në jetën tonë. Të lindurit në qendër të shenjës e kanë momentin e vet për të qartësuar ose për të marrë vendime të tilla. Lumsi Virgjëresha e lindur në mes, që ka e para për të zgjeruar familjen dhe e dyta për të zgjeruar bazën e punës ose biznesit të vet. Pra të dyja do të ndihmojnë, të dyja drejtimet do të ndihmojnë maksimalisht. Vim tek Peshorja, Venusin përballë, në një hyrje fantastike me Jupiterin, javë plot emocione pozitive, ata që janë në kërkim të dashurisë duke sikur do të kenë mundësi ta jetojnë shumë bukur, por disa të tjerë do të kenë propozime, e sigurt është që në ambiente sociale, miqësore, ose me njerëz me të cilin e njohin kapacitetin respektiv profesional, do të ketë diskutime që do të lindin ide të përbashkëta. Pra, është një javë që minimalisht do pasuroj ëndrrën dhe projektimin, do lartësoj të parit të vetvetes për nesër në të gjitha drejtimet. Pak shumë pak kujdes me Saturnin përballë të lindurit vetëm në ditën e parë deri në ditën e tretë. Për çështje të vogla, për virozat të momentit, për shqetësime të momentit, pra të qëndrojnë aq sa munden në fakt larg turmave, sepse do të diskutojmë gjatë për këtë hyrje në fakt, por nga fillimi i shenjës së dashit. Bukur. Kalojmë tek Akrepat. Akrepët. Lajme të gëzuara për të lindurit në fund të shenjës, sidomos të 3-4 ditësh të fundit. Lajme të cilat janë të rëndësishme në çfarëdo lloj drejtimi që të vinë. Është faktori papritur prezent, por kësaj radhe për shumë buzëqeshje dhe shumë mirësi. Pjesa tjetër do i dedikohet familjes dhe dashurisë. Janë ngjyroset emocionale ose emocionet e tyre në përgjithësi ose ndjenjat e tyre, ato që do të përcaktojnë edhe shihen edhe rezultatin e javës. Dhe përforcuar kjo gjë edhe nga Marsi tek Peshi, që është shumë miqësor për Akrepat, por dhe Jupiteri tek Gaforia, që është jashtëzakonisht shumë miqësor dhe bashkëveprues. Pra që do të thotë ka 3 hyrje planetare shumë të mëdhaja dhe shumë të rëndësishme, të paktën 2 nga ata janë të mëdhaja, po dhe tjetra është e rëndësishme për Akrepin, të cilat janë kooperues dhe bashkëveprues. Anullime të vogla, vetëm ditën e mërkurë,
gjatë ditës deri në orët e vona të pasdites së mërkurës, por që janë pa dëm. Kalojmë tek shigjetarët, të cilët ky Venus në këtë hyrje me Jupiterin favorizon ekonominë. Kështu që çfarë lëvizjesh të rëndësishme, çfarë zgjidhjesh të rëndësishme, çfarë hapash të rëndësishme në shërbim të zgjidhjeve të tyre apo të sikleteve të tyre që lidhen me ekonominë, do të ishte mirë të vendoset në agjendë ditën e nesërme deri ditën e njëjtë. Nëse munden, nëse jo, të tjerët mund të kenë thjesht buzëqeshje të vogla, se shpërblime të vogla ose dhurata të vogla, apo dhe vëmendjen apo projektimin për gjërat përmirësime të vogla. Ndërsa pjesa tjetër është në një kuadrat me Marsin e katërkëndësh që po përpiqet të gjejë një formë dhe një mënyrë se si të zhvillojnë ecurinë e tyre profesionale. Me emocionin, Venusit e Dashi i ndihmon dhe i ndihmon shumë. Bukur. Bashkë do shkojmë tek Britsjapi. Kalojmë te Britsjapi, një javë sociale, një javë me diskutime, një javë që nuk i përket shtëpisë, që nuk i përket detyrimeve, prioriteteve thelbësore, por është një javë relaksuese që do t'i bëjnë që të harohen pak nga detyrimet e domosdoshme apo të pashmangshme të tyre. Dhe mirë do bëjnë në fakt, sepse java që vjen do të jetë shumë intensive dhe do t'i detyrojë që të futen intensivisht në agjendën e punës së tyre. Ndërsa për sa i përket hyrjes së Venusit, është katërkëndore, që do të thotë kanë një lloj sigurie për territoret apo për njerëzit që njohin, pra territorin që njohin, apo njerëzit që njohin apo që kanë zgjedhur që të bashkëpunojnë, por që gjithsesi kjo pjesa e ngërçit të vogël të mosgjetjes së gjuhës së përbashkët lehtësisht me këtë mërkurën të kundërt do të ndihet disi nëse vendosin që të diskutojnë çështje të rëndësishme. Britsjapët do të duhet ta planifikojnë këtë pjesë. Diskutimet e rëndësishme t'i vendosin në agjendë nga e njëjtja në mëngjes dhe në vazhdimsi. Do të jetë shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë të marrin dhe të japin çfarë duan. Bukur. Vim te ujorët, shumë pak kujdes të lindurit në fillim për lëvizje të rëndësishme në drejtim të prindërve, në drejtim të gjinisë maskullore të familjes apo në lëvizje që fshehin rrisje të mëdha. Nuk është koha as për tonacione të larta, por njëkohësisht ndoshta koha mund të jetë që të duhet që të diskutojmë si të barabartë dhe me të mëdhenj të mund si dëshirë, por nuk e di se sa e favorshme është për momentin. Kështu që diskutimet e rëndësishme me më të mëdhenj në kuptimin e drejt për drejt apo metaforik të fjalës, pra me më të pushtetshmit apo më e prorët, më ata që kanë sipër në prioritet në hierarki ose e prorët e tyre, le t'i vendosin në agjendë diskutime të tilla javës tjetër, do ta kenë shumë të thjeshtë për të marrë çfarë duan. Ndërsa për sa i përket humorit, Venusi tek Dashi është favorizues dhe në katërkëndësh me Jupiterin, pavarësisht se lëvizjet katërkëndore duan punë që të arrijen, pra nuk na jepen dhurat, por është si do shtrojmë, do flëm. Në rastin konkret për ujorët, do të diskutohen apo do të trajtohen apo do të takohen njerëz me të cilën të diskutojnë çështjet të zhvillimit të punës në shërbim të lekut apo të lekut në vetvete. Por është me do të akoma. Kalojmë dhe tek peshqit, të cilët të favorizuar do të jenë të lindurit në ditët e fundit të shenjës. Në një trekëndësh fantastik me Uranin, jam e sigurt që do të kenë lajme që do të ndihmojnë për zgjidhje çështjesh dhe problematikash të mëdha. Pra për shqetësime që i kanë pasur prej kohësh, nisur që nga fillimet e dhjetorit vjet. Pra, duket sikur shqetësimet e mëdha që mund të kenë pasur nga 5 dhjetori 2025-s, duket sikur futen në atë sprintin e fundit përfundimtar për të mbyllur një herë mirë ditën e njëjtë. Kthimi i Mërkurit në të drejtë do të bëjë që detyrimisht i fusin në një agjendë pak më të qartë, pak më të sigurt, po njëkohësisht do të nxjisë dhe dëshirën për të vepruar, sepse deri nga e njëjtja, që nisur nga e marta që kaloi dhe deri të Mërkurën e kësaj jave, dëshira për të qenë shumë aktiv ose shumë bashkëveprues në punë është pak e zbehur. Dhe me hënën tek vetja nisur nga dreka ditës së nesme do të kenë një hënë të re në fakt në të njëjtën në të Mërkurën pas 12-ës, pra e bie në të gdhirtët e njëjtës, një hënë e re tek peshqit në ndërveprim me Marsin dhe në tranzitin e diellit. Duan, s'duan, zhvillime për sa i përket gjërave që duan fort, do të kenë me patjetër. Pra, është një javë që përket dashurisë, është një javë që përket lartësimit të shpirtit dhe është një javë në të cilën na jep mundësi që të tregojmë më të mirën e shpirtit tonë. Veçojmë dot një shenjë për dashurinë? Për dashurin, për kjo javë, duke qenë që Venusi është e Dashi, instinktivisht mund të shkoj mendja tek Dashi. Por jo, kam bindjen që do privilegjohet më shumë peshorja që është në kërkim.
Që është në kërkim. Merë, qëfar, me qënë se kemi kohë televizive dhe mund të zavrojmë 2-3 pyetje, Meri Gjini, qëfar ndodhë me ne me 22 mars? Qëfar do ndodhi në 22 mars, Beri? Qëfar ka? Asë është Equinoxi? Një. E dyta nuk është... është në 21 njëre Equinoxi, ndosë se ka lëvizur, është 21 në darket. është zhvendosur. Po, koha është në transformim dhe kalendari Gregorian ka atë margin e vogël, shumë të vogël të gabimeve të veta. Gjithsesi, është një ditë fantastike, me zore presim për periudhën deri në 27 prill, minimalisht për brezin tuaj të futeni në ciklin tuaj. Që do të thot brezi juaj në këtë fazë të re të universit, jam e sigurt që do të përshtatet në perfekcion, sepse ndimesat për të rritur me ato hyrje planetare keni pasur goxha të mëdhaja. Pra duket sikur ju jeni para përgatit për të qenë shumë mirë me ndryshimet e ciklit të ri, me hyrjen e ciklit të ri. Thua ju dhe Alma, po vetëm unë? Po, të lindurit nga 88-89 deri më sot. Ndërsa ne përpara na duhet përsëri të sforcojmë boshtin emocional tonin. Nuk bëre me rakur, të shpaka me 22. Cikli tjetër i diellit është së bashku me Saturnin, së bashku me Neptunin. Do diskutohet jashtëzakonisht shumë fort për ecurit politike dhe diplomatike, do diskutohet shumë fort për raportet ndërmjet shteteve dhe ajo që thash në fillim të vitit dhe që e kemi thënë edhe vjet në fundin e majit, që çdo vend duhet të fuqizoj veten, do të imponohet me të gjithë fuqinë e fjalës. Pra nuk është bëjmë sikur se dëgjojmë më. Pra duket sikur zhvillohen individualisht për të kooperuar me njëri tjetrin të më me kapacitete të njohura ose të ditura se çfarë ka gjithë secili. Që unë e pres atë periudhë për arsye dhe të vendosjes në të drejtë, plus që kthe dhe Plutoni në të kundërt, që do të thotë nuk do kemi të paktën të alertin e luftës, do bëhet në vesh. E qartë, Meri, faleminderit shumë. Dora duhet të presim që ditë na bashkohesh në studio prap, urojmë shumë që gjërat shkojnë mirë, e bukur për 12 shenjat e zodiakut, përgjigje do japim po të njëjtën, sepse bëra komunikonin nga regjia pak më herë që kishte disa mesazhe, disa telefonata për ditën. Me kënaqësi në fakt se të njëjtën kemi një hën të re tek peshi që i lidhet dashurisë, pra që do të thotë është dita perfekte për të marrë vetëm me telefonatët. Bukur, pas kemi sebeb ditën Meri Gjini, faleminderit shumë, kënaqësi pritur publikut, i themi çfarë i themi publikut? Do shihemi vetëm pas pak me atë historinë të cilën e ngacmuam disi edhe me Florencën pak më parë.